Deri në ditën e fundit të jetës së tij, ai nuk foli kurrë. Ish oficeri i gardës mbretërore, Recep Kolla, ruajti heshtjen për 56 vjet. Por në dhjetor të vitit 1995, në një dhomë të vogël spitali në Paris, ai më kapi dorën dhe më tha, unë e di ku është Ari. E kam parë me sytë e mi. Por nëse flas, familja ime do të paguaj çmimin. Duart i dridheshin kur nxori nga xhepi një çelës të vjetër prej bronzi. Ky çelës hap një derë që askush nuk e ka gjetur ende. Dhe brenda asaj dere është e vërteta që Zogu e çoi në varr. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Pse ruajtja e këtij sekreti ishte më e rëndësishme se jeta e tij? Dhe më e rëndësishmja, ku është vërtet thesari i shtetit shqiptar që u zhduk në prill të vitit 1939? Në orët e para të mëngjesit të datës 7 prill 1939, Tirana ishte ende e zhytur në errësirë. Por në pallatin mbretëror, drita ishte ndezur në të gjitha dhoma. Ahmet Zogu nuk kishte fjetur asnjë minutë. Ai ecte nervozisht nëpër kabinetin e tij, duke pirë cigare pas cigareje. Në tavolinë kishte një raport të fshehtë nga shërbimet sekrete. Trupat italiane kishin kaluar kufirin. Pushtimi kishte filluar. Por Zogu nuk mendonte për ushtrinë. Ai mendonte për diçka tjetër. Diçka që askush tjetër nuk e dinte. Në bodrumin e bankës kombëtare, në një dhomë të blinduar me mure betoni me trashësi 2 metra, ndodhej thesari i shtetit shqiptar. 152 arka plot me ari. 15 milion franga ari në total. Pasuria e një kombi të tërë. Dhe vetëm 4 njerëz në botë dinin kodin e dyrës së blinduar. Zogu thiri ministrin e financave, Xhafer Yulin, në orën 5:30 të mëngjesit. Takimi zgjati vetëm 8 minuta. Askush nuk e di çfarë u tha në atë takim. Por kur Yuli doli nga kabineti, fytyra i ishte bërë e bardhë si gëlqere. Ai u nis menjëherë për në bankën kombëtare. Me të ishte një grup prej 12 oficerësh të gardës mbretërore. Burra të zgjedhur personalisht nga Zogu. Burra që kishin betuar se do të vdisnin para se të tradhtojnë mbretin. Recep Kolla ishte një prej tyre. Ai më tregoi se çfarë ndodhi atë mëngjes. Ne nuk dinim ku po shkonim. Na than vetëm që po shkojmë të marrim diçka shumë të rëndësishme. Kur arritëm në bankë, Yuli na urdhëroi të rinim jashtë. Vetëm ai dhe 3 oficerë hyn brenda. Pas gjysmë ore, dolën duke mbajtur arka të rënda. Arka prej drurit të mbyllura me brava hekuri. Ne i ngarkuam në kamion. Ishin 152 arka. I numëruam një nga një. Por ku po shkonin këto arka? Kush i mbante? Dhe pse vetëm 12 oficer për një thesar kaq të madh? Konvoji u nis nga Tirana në orën 7:20 të mëngjesit. 3 kamion ushtarak. 12 oficer të armatosur. Dhe një makinë e zezë Mercedes ku udhëtonte Xhafer Yuli. Rruga shkonte drejt Durrësit. Por jo nëpër rrugën kryesore. Ata morën një rrugë anësore nëpër male. Një rrugë që pothuajse askush nuk e përdorte. Recep Kolla më tregoi se gjatë udhëtimit, Yuli ndaloi konvojin 3 herë. Herën e parë, ai zbriti dhe foli me dikë në telefon. Herën e dytë, ai urdhëroi që të hapej një nga arkat. Brenda ishte ari. Shufra të pastra ari që shkëlqenin në dritën e diellit. Herën e tretë, ai urdhëroi që të ndryshohej rruga. Ne nuk po shkojmë në Durrës, tha ai. Po shkojmë diku tjetër. Por ku? Oficerët nuk guxuan të pyesnin. Ata vetëm ndoqën urdhrat. Dhe kështu, konvoji me thesarin e shtetit shqiptar u zhduk në malet e Shqipërisë. Askush nuk e dinte ku po shkonte. Askush përveç Yulit. Dhe ndoshta Zogut. Në të njëjtën kohë, në pallatin mbretëror po ndodhte diçka tjetër. Mbretëresha Geraldine po përgatiste valigjet. Jo valigje të zakonshme. Valigje të vogla, të lehta, që mund të mbaheshin me dorë. Brenda tyre, ajo po vendoste bishuteri. Unaza me diamante. Gjerdan me perla. Or ari. Gjëra që mund të shiteshin lehtë në çdo vend të botës. Por kishte edhe diçka tjetër. Në një valigje të vogël prej lëkure, Geraldine vendosi dokumente. Dokumente që Zogu i kishte dhënë atë mëngjes.
Ruaj këto me jetën tënde, i kishte thënë ai. Janë më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Çfarë ishin këto dokumente? Një shërbyese e pallatit, Fatime Hoxha, i pa për një moment kur Geraldine po i vendoste në valixhe. Ajo më tregoi se ishin letra me vula të kuqe. Letra që dukeshin zyrtare. Dhe në njërin prej tyre, ajo pa një hartë. Një hartë e vizatuar me dorë. Por hartë e çfarë? Fatime nuk arriti ta shohë më mirë. Geraldine e mbyll valixhen shpejt dhe e mbyll me çelës. Atë çelës, ajo e vari në qafë. Dhe nuk e hoqi kurrë më. Në orën 10:30, zogu doli nga pallati për herë të fundit. Ai mbante në dorë vetëm një çantë të vogël. Brenda saj, sipas dëshmive të atyre që ishin aty, kishte vetëm disa rroba dhe një revolë. Por kishte edhe diçka tjetër. Një libër i vogël me kopertinë të zezë. Një libër që zogu e mbante gjithmonë me vete. Askush nuk e kishte parë kurrë çfarë kishte brenda atij libri. Por ata që e njihnin zogun, thonin se ai shkruante në atë libër çdo ditë. Çfarë shkruante? Kujtime? Plane? Apo ndoshta adresa dhe kode? Një ish-ministër, Ekrem Libohova, më tha se ai kishte parë një herë zogun duke shkruar në atë libër. Ai shkruante numra, më tha Libohova. Numra të gjatë, me 10 shifra. Dhe pranë çdo numri, shkruante një emër. Por kur më pa që po shikoja, e mbylli librin menjëherë dhe e futi në xhep. A ishin këto numra kode bankare? Apo ndoshta koordinata gjeografike? Askush nuk e di. Sepse ai libër u zhduk bashkë me zogun. Dhe askush nuk e ka gjetur kurrë më. Familja mbretërore u nis nga Tirana në orën 11. 3 makina. Në makinën e parë ishte zogu me Geraldinën dhe djalin e tyre të vogël, Lekën. Në makinën e dytë ishin motrat e zogut. Në makinën e tretë ishin disa oficerë të gardës mbretërore. Por jo Recep Kola. Ai kishte marrë një urdhër tjetër. Ti do të shkosh me konvojin, i kishte thënë zogu. Do të sigurohesh që gjithçka të shkojë sipas planit. Dhe pastaj do të më bashkohesh. Por ku? Zogu nuk ja tha. Ai vetëm i dha një letër të mbyllur. Hape këtë vetëm kur të arrish në destinacion, i tha. Dhe bëj saktësisht atë që shkruan aty. Recep e mori letrën dhe e futi në xhepin e brendshëm të uniformës. Ai nuk e dinte ende, por ajo letër do të ndryshonte jetën e tij përgjithmonë. Sepse brenda saj ishte një urdhër që do ta detyronte të zgjidhte midis detyrës dhe ndërgjegjes. Midis besnikërisë dhe së vërtetës. Konvoji me Arin arriti në një fshat të vogël në male në orën 1 pasdite. Fshati quhej Qaf Shtam. Një vend i largët ku jetonin vetëm disa familje bariesh. Kamionët ndaluan pranë një shpelle. Jo një shpellë e zakonshme. Një shpellë e thellë që hynte thellë në mal Xhafer Yuli zbriti nga makina dhe u fol oficerëve. Do të shkarkojmë arkat këtu, tha ai. Do t'i fusim brenda shpellës. Dhe pastaj do ta mbyllim hyrjen. Oficerët u habitën. Pse po e fshinin Arin në një shpellë? Pse nuk po e çonin në Durrës, në port, për ta ngarkuar në anije? Por ata nuk pyetën. Ata vetëm filluan të shkarkojnë arkat. 152 arka. Secila peshonte rreth 50 kg. Ata I mbartën një nga një brenda shpellës. Puna zgjati 4 orë. Kur mbaruan, Yuli urdhëroi që të sillej dinamit. Ata shpërthyen hyrjen e shpellës. Gurët ranë dhe e mbyllën plotësisht. Tani askush nuk mund të hynte më brenda. Thesari ishte I fshehtë. Por a ishte I sigurt? Recep Kola më tregoi se pas shpërthimit, Yuli I thiri të gjithë oficerët. Ai nxori letrën që zogu I kishte dhënë. E hapi dhe e lexoi me zë të lartë. Ju keni kryer një shërbim të madh për mbretin dhe për atë dheun, lexoi ai. Por ky shërbim duhet të mbetet sekret. Askush nuk duhet të di ku është Ari. Askush përveç nesh. Prandaj, ju do të betoheni që nuk do të flisni kurrë për këtë. Nëse dikush prej jush flet, ai do të tradhtojë jo vetëm mbretin, por edhe kombin. Oficerët betuan. Ata vun dorën mbi zemër dhe betuan se nuk do të flisnin kurrë. Por a e mbajtën këtë betim? Recep Kola e mbajti për 56 vjet.
por të tjerët, disa prej tyre vdiqën në luftë. Disa u zhdukën pa lënë gjurmë. Dhe disa, sipas thashë themeve, u vranë. U vranë nga njerëz që donin të dinin sekretin. Njerëz që donin të gjenin Arin. Por kush ishin këta njerëz? Dhe a I gjetën ndonjëherë atë që kërkonin? Pas mbylljes së shpellës, Juli urdhëroi që konvoji të kthehej në Tiranë. Por jo të gjithë. 3 oficerë mbetën në fshat. Ju do të ruheni këtu, u tha Juli. Do të siguroheni që askush të mos afrohet pranë shpellës. Do të merrni ushqim nga fshatarët. Dhe do të prisni urdhrat e mëtejshëm. 3 oficerët mbetën. Emrat e tyre ishin Hasan Dosti, Muharrem Bajraktari dhe Shefqet Vërlaci. 3 burra të rinj, në moshën 25 deri në 30 vjeç. 3 burra që nuk e dinin se po fillonin një detyrë që do të zgjaste gjithë jetën e tyre. Sepse ata nuk pritën vetëm disa ditë. Ata pritën muaj. Dhe pastaj vite. Dhe urdhrat e mëtejshëm nuk erdhën kurrë. Zogu nuk u kthye kurrë në Shqipëri. Dhe ata 3 oficerë mbetën atje, duke ruajtur një sekret që askush tjetër nuk e dinte. Disa fshatarë më thanë se ata I shihnin shpesh këta 3 burra. Ata jetonin në një shtëpi të vogël pranë shpellës. Nuk flisnin shumë me askën. Dhe çdo natë, njëri prej tyre dilte dhe kontrollonte zonën rreth shpellës. Por çfarë po ruheshin? Nga kush po ruheshin? Ndërkohë, Zogu kishte arritur në Greqi. Ai u vendos në një hotel në Athinë. Por ai nuk qëndroi atje shumë. Pas vetëm 3 ditësh, ai u nis për në Stamboll. Dhe nga Stambolli, shkoi në Paris. Pse këto lëvizje të shpejta? Pse nuk qëndroi në një vend? Disa historianë thonë se Zogu po ikte nga agjentët italianë. Italianët donin ta kapnin. Donin ta detyronin të nënshkruante një dokument që do t'i jepte Italisë të drejtën mbi Shqipërinë. Por Zogu nuk donte të nënshkruante. Ai preferoi të ikë. Por kishte edhe një arsye tjetër. Zogu po takoi me njerëz. Njerëz që mund ta ndihmonin. Njerëz që kishin para dhe pushtet. Dhe ai po ofronte diçka në këmbim. Por çfarë? Një ish diplomat francez, Pierre Dumont, më tregoi se Zogu I kishte propozuar një marrëveshje. Ai më tha se kishte akses në një sasi të madhe ari, më tha Dumont. Ari që ndodhej në Shqipëri, në një vend të fshehtë. Dhe ai mund ta jepte këtë ari në këmbim të mbështetjes për të rikthyer fronin. Por Dumont nuk e besoi. Unë mendova se ai po gënjente, më tha. Se po përpiqej të na mashtronte. Por tani, pas gjithë këtyre viteve, unë mendoj se ndoshta ai thoshte të vërtetën. Në maj të vitit 1939, Zogu u vendos në Paris. Ai mori me qira një apartament të madh në arrondissement të 16. Një apartament me pamje nga Sena. Një apartament që kushton shumë para. Por nga I merrte Zogu këto para? Ai nuk kishte më të ardhura nga shteti shqiptar. Ai nuk kishte më pallat. Ai nuk kishte më asgjë. Përveç thesarit që kishte lënë në Shqipëri. Dhe përveç bishuterive që Geraldine kishte sjell. Por a ishin këto të mjaftueshme për të jetuar në Paris? Për të mbajtur një familje? Për të paguar shërbëtor dhe roje? Disa njerëz thonë se Zogu kishte para në banka të huaja. Para që kishte vënë mënjan gjatë viteve të sundimit. Para që askush nuk I dinte. Por a është kjo e vërtetë? Apo ndoshta Zogu po merrte para nga dikush tjetër? Nga dikush që kishte interes ta mbante atë gjallë? Dikush që donte të dinte sekretin e Arit? Në qershor të vitit 1939, diçka e çuditshme ndodhi në Shqipëri. 3 oficerë italian arritën në fshatin Qaf Shtam. Ata pyetën fshatarët për shpellën. Ata pyetën nëse kishin parë ndonjë gjë të pazakontë. Fshatarët u thanë se nuk dinin asgjë. Por italianët nuk u besuan. Ata filluan të kërkojnë. Ata kontrolluan çdo shpellë në zonë. Dhe një ditë, ata gjetën shpellën e mbyllur. Ata pan gurët që e mbyllnin hyrjen. Dhe kuptuan se diçka ishte fshehur atje. Ata filluan të hiqnin gurët. Por para se të mund të hapnin hyrjen plotësisht, ndodhi diçka. Një shpërthim. Një shpërthim I fuqishëm që vrau të 3 oficerët italian. Kush e vendosi atë bombë?
Kush e dinte se italianët po vinin? Dhe më e rëndësishmja, kush po ruante ende sekretin e Arit? Recep Kola më tha se ai e dinte kush e kishte vendosur bombën. Ishin 3 oficerët që kishin mbetur në fshat, më tha ai. Hasan, Muharrem dhe Shefqet. Ata kishin marrë urdhër nga zogu që të mbronin sekretin me çdo kusht. Edhe me jetën e tyre. Dhe ata e bën. Ata vendosën bomba rreth shpellës. Bomba që do të shpërthënin nëse dikush përpiqej të hynte brenda. Por si e dinte zogu se italianët do të vinin? Si mund të jepte urdhër nga Parisi? Recep më tha se zogu kishte një rrjet agjentësh në Shqipëri. Njerëz që ishin ende besnik. Njerëz që i dërgonin informacione. Dhe njerëz që ekzekutonin urdhrat e tij. Zogu nuk e kishte humbur kontrollin, më tha Recep. Ai ende kontrollonte sekretin. Dhe ai do ta kontrollonte deri në ditën e fundit të jetës së tij. Por a është kjo e vërtetë? Apo ndoshta Recep po më thoshte vetëm atë që donte të besonte? Pas shpërthimit, autoritetet italiane filluan një hetim. Ata dëshironin të dinin çfarë kishte brenda asaj shpelle. Ata dëshironin të dinin pse 3 oficerët e tyre ishin vrarë. Por ata nuk gjetën asgjë. Fshatarët nuk folën. 3 oficerët shqiptar ishin zhdukur. Dhe shpella mbeti e mbyllur. Italianët provuan të hapnin hyrjen përsëri. Por çdo herë që provonin, ndodhte një shpërthim tjetër. Derisa në fund, ata hoqën dorë. Ata vendosën se çfarëdo që kishte brenda asaj shpelle nuk ia vlente rrezikun. Dhe kështu, sekreti mbeti i fshehtë. Por jo për gjithmonë. Sepse pas luftës së dytë botërore, dikush tjetër filloi të kërkonte. Dikush që kishte më shumë burime. Dikush që kishte më shumë pushtet. Regjimi komunist i Enver Hoxhës. Dhe ata nuk do të ndaleshin derisa ta gjenin të vërtetën. A e dini se çfarë ndodhi me 3 oficerët që ruanin shpellën? A mendoni se ata e mbajtën sekretin deri në fund? Apo ndoshta dikush prej tyre foli? Dhe nëse foli, çfarë i ndodhi atij? Këto janë pyetje që do t'i përgjigjemi në vazhdim. Por para se të vazhdojmë, duhet të flasim për diçka tjetër. Diçka që ndodhi në Paris. Diçka që ndryshoi gjithçka. Sepse në shtator të vitit 1940, zogu mori një vizitë. Një vizitë nga një njeri që ai nuk e kishte parë prej vitesh. Një njeri që e dinte sekretin. Dhe një njeri që kishte ardhur për të kërkuar pjesën e tij. Njeriu që erdhi në apartamentin e zogut në Paris ishte Xhafer Yuli. Ish ministri i financave. Njeriu që kishte organizuar transportin e Arit. Njeriu që e dinte ku ishte fshehur thesari. Yuli kishte ikur nga Shqipëria pak kohë pas zogut. Ai kishte jetuar në Turqi për disa muaj. Por tani kishte ardhur në Paris. Dhe ai donte të fliste me zogun. Takimi zgjati 3 orë. Askush tjetër nuk ishte në dhomë. Vetëm zogu dhe Yuli. Por një shërbëtor, Ismail Çela, më tha se ai dëgjoi zëra të larta. Ai dëgjoi Yulin duke thënë, unë e rrezikova jetën time për ty, unë e fsheva Arin tënd. Dhe tani ti nuk më jep asgjë? Dhe ai dëgjoi zogun duke përgjigjur, Ari nuk është im. Është i shtetit shqiptar. Dhe do të mbetet atje derisa unë të kthehem në front. Por Yuli nuk u pajtua. Ai donte para. Ai donte pjesën e tij. Dhe ai kërcënoi se do të fliste. Do t'u tregonte të gjithëve ku ishte Ari. Zogu u zemërua. Ai e përzuri Yulin nga apartamenti. Dhe i tha, nëse flet do të vdesësh. A ishte kjo një kërcënim bosh? Apo zogu vërtet kishte fuqinë ta vriste Yulin? 2 javë pas atij takimi, Xhafer Yuli u gjeti vdekur në dhomën e tij të hotelit. Policia franceze tha se ishte vetvrasje. Ata thanë se Yuli kishte pirë helm. Por familja e Yulit nuk e besoi. Ata thanë se Yuli ishte vrarë. Ata thanë se dikush e kishte detyruar të pinte helmin. Por kush? Policia nuk hetoi shumë. Rasti u mbyll shpejt. Dhe Yuli u varros në një varrezë të vogël në Paris. Por para se të vdiste, Yuli kishte shkruar një letër. Një letër që e kishte lënë te një mik i tij, një avokat francez me emrin Jean Moreau. Në atë letër, Yuli shkruante gjithçka.
Ai shkruante për Arin. Ai shkruante për shpellën. Ai shkruante për koordinatat e vendodhjes. Dhe ai shkruante se nëse diçka i ndodhte atij, kjo letër duhej t'i jepej autoriteteve. Por Moreau nuk e dha letrën autoriteteve. Ai e mbajti për vete. Pse? Sepse ai mendoi se mund ta përdorte për të fituar para. Ai mendoi se mund të shkonte në Shqipëri dhe të gjente Arin vetë. Por ai nuk e bëri kurrë. Sepse në vitin 1944 Moreau vdiq në një aksident makine. Dhe letra u zhduk. A u zhduk vërtet? Apo dikush e mori? Në vitin 1945 lufta e dytë botërore mbaroi. Shqipëria tani ishte nën kontrollin e komunistëve. Enver Hoxha ishte në pushtet. Dhe ai kishte dëgjuar thashetheme për Arin e Zogut. Ai dëshironte ta gjente. Sepse ai kishte nevojë për para. Ai kishte nevojë për ari për të ndërtuar shtetin e tij të ri. Hoxha urdhëroi që të fillonte një kërkim i madh. Ai dërgoi ekipe në të gjithë Shqipërinë. Ekipe që pyesnin njerëzit. Ekipe që kërkonin në shpella dhe në male. Dhe ekipe që torturonin ata që mendonin se dinin diçka. Dhjetëra njerëz u arrestuan. Dhjetëra njerëz u pyetën. Dhe disa prej tyre folën. Ata thanë se kishin dëgjuar për një shpellë në qafë shtam. Ata thanë se kishin dëgjuar për arka me ari. Por askush nuk e dinte saktësisht ku ishte shpella. Sepse peizazhi kishte ndryshuar. Shpërthimet kishin ndryshuar formën e malit. Dhe ata që e dinin vendodhjen e saktë ishin të gjithë të vdekur. Ose të zhdukur. Hoxha dërgoi një ekip të specializuar në qafë shtam në vitin 1947. Ekipi përbëhej nga inxhinier, gjeolog dhe oficer të sigurimit të shtetit. Ata kaluan 3 muaj duke kërkuar. Ata hapën dhjetëra shpella. Ata shpërthyen shkëmbinj. Ata gërmuan tunele. Por nuk gjetën asgjë. Ose të paktën, kjo është ajo që u raportua zyrtarisht. Por një ish oficer i sigurimit, Petri Dume, më tha një histori tjetër. Ai më tha se ekipi gjeti shpellën. Ata gjetën hyrjen e mbyllur. Dhe ata filluan ta hapnin. Por kur hapën hyrjen, ata gjetën diçka të papritur. Shpella ishte bosh. Nuk kishte arka. Nuk kishte ari. Kishte vetëm një shenjë të gdhendur në murin e shkëmbit. Një shenjë që thoshte, shumë vonë. Ai që kërkon, nuk do të gjej. Çfarë do të thoshte kjo? A kishte dikush marrë arin para tyre? Apo ndoshta ari nuk kishte qenë kurrë atje? Petri Dume më tha se raporti për shpellën bosh nuk ju besua nga Hoxha. Hoxha mendoi se ekipi kishte marrë arin për vete. Ai urdhëroi që të gjithë anëtarët e ekipit të arrestoheshin. Ata u pyetën. Ata u torturuan. Dhe në fund, 3 prej tyre u ekzekutuan. Të tjerët u dënuan me burgim të përjetshëm. Por asnjëri prej tyre nuk pranoi se kishte marrë arin. Ata të gjithë thanë të njëjtën gjë, shpella ishte bosh. Hoxha nuk e besoi kurrë. Ai mendoi se ata kishin fshehur arin diku tjetër. Dhe ai vazhdoi të kërkonte për vite. Por ai nuk e gjeti kurrë. Dhe kështu, misteri u thellua. Ku ishte ari? Kush e kishte marrë? Dhe kur ishte marrë? A ishte marrë para se ekipi i Hoxhës të arrinte? Apo ndoshta ari nuk kishte qenë kurrë në atë shpellë? Ndërkohë, në Paris, Zogu jetonte një jetë të qetë. Ai nuk fliste kurrë për arin. Ai nuk fliste kurrë për Shqipërinë. Ai jetonte si një aristokrat i mërguar. Ai shkonte në restorante të shtrenjta. Ai vishte rroba të shtrenjta. Ai mbante shërbëtor. Por nga i merrte parat? Kjo ishte pyetja që të gjithë e bënin. Disa thonin se ai kishte para në banka zvicerane. Disa thonin se ai po merrte para nga qeveritë perëndimore. Dhe disa thonin se ai po shiste ngadalë arin që kishte fshehur. Por si mund ta shiste arin nëse ai ishte në Shqipëri? Përveç nëse ai nuk ishte në Shqipëri. Përveç nëse ai kishte qenë gjithmonë diku tjetër. Kjo është teoria që disa historian kanë propozuar. Ata thonë se Zogu nuk e fsheu kurrë arin në Shqipëri. Ata thonë se ai e transportoi jashtë vendit para se të largohej. Ata thonë se historia e shpellës ishte vetëm një mashtrim.
Një mashtrim për të mashtruar italianët. Dhe më vonë për të mashtruar komunistët. Por a është kjo e vërtet? Recep Kola, oficeri që më tregoi historinë, nuk e besonte këtë teori. Ai më tha se ai kishte parë me sytë e tij arkat duke u ngarkuar në kamion. Ai kishte parë arkat duke u futur në shpellë. Ai kishte parë shpellën duke u mbyllur. Unë e di se Ari ishte atje, më tha ai. Unë e pash. Unë e preka. Dhe unë e di se dikush e mori më vonë. Por kush? Recep kishte një teori. Ai mendonte se ishin 3 oficerët që kishin mbetur në fshat. Hasan, Muharrem dhe Shefqet. Ai mendonte se ata kishin marrë Arin ngadalë gjatë viteve. Ata kishin marrë nga pak në herë. Dhe ata e kishin shitur në tregun e zi. Ata ishin të vetmit që e dinin vendodhjen e saktë, më tha Recep. Ata ishin të vetmit që kishin akses. Dhe ata ishin të vetmit që kishin kohë. Por a kishte prova për këtë? Recep më tha se ai kishte dëgjuar thashë theme. Ai kishte dëgjuar se Hasan Dosti ishte parë në Stamboll në vitin 1946. Ai kishte dëgjuar se Hasan kishte shitur shufra Ari në tregun e zi. Por ai nuk kishte prova. Vetëm thashë theme. Në vitin 1950, Hasan Dosti u gjeti vdekur në Stamboll. Policia turke tha se ishte vrasje. Dikush e kishte qelluar në kokë. Por kush? Dhe pse? Familja e Hasanit tha se ai kishte armiq. Ata thanë se ai kishte borxhe. Por disa njerëz thanë diçka tjetër. Ata thanë se Hasan ishte vrarë sepse e dinte shumë. Ai e dinte sekretin e Arit. Dhe dikush donte që ai sekret të vdiste me të. Por kush? Ndoshta Zogu? Ndoshta Hoxha? Apo ndoshta dikush tjetër? Dikush që kishte interes që e vërteta të mos dilte kur në shesh. Pas vdekjes së Hasanit, 2 oficerët e tjerë zhdukën. Muharrem Bayraktari dhe Shefqet Vërlaci. Askush nuk i pa më kurrë. Disa thonë se ata ikën në Amerikë. Disa thonë se ata u vranë. Dhe disa thonë se ata jetojnë ende diku në identitete të reja. Por askush nuk e di me siguri. Sepse ata nuk folën kurrë. Ata mbartën sekretin në varr. Ose ndoshta jo. Në vitin 1965, Ahmed Zogu vdiq në Paris. Ai kishte 69 vjeç. Ai vdiq nga një sulm në zemër. Në krevatin e vdekjes, ai thiri Geraldinën. Ai i tha diçka. Diçka që askush tjetër nuk e dëgjoi. Geraldin qau. Ajo e puthi në ball. Dhe ajo tha, do ta mbaj sekretin. Çfarë sekreti? Çfarë i tha Zogu në ato momente të fundit? Geraldin nuk foli kurrë. Ajo jetoi edhe 35 vjet pas vdekjes së Zogut. Ajo vdiq në vitin 2000. Dhe ajo nuk foli kurrë për Arin. Ajo nuk foli kurrë për sekretin. Por ajo la diçka. Ajo la një valixhe. Valigjen që kishte marrë nga Tirana në vitin 1939. Valigjen me dokumentet. Valigjen që Zogu i kishte thënë të ruante me jetën e saj. Pas vdekjes së Geraldinës, valigja i u dha djalit të tyre, Lekës. Leka e hapi valigjen. Dhe brenda gjeti dokumentet. Ai gjeti hartat. Ai gjeti kodet. Dhe ai gjeti të vërtetën. Por çfarë bëri Leka me këto dokumente? A shkoi ai në Shqipëri për të kërkuar Arin? Apo ai e mbajti sekretin ashtu si prindërit e tij? Leka Zogu vdiq në vitin 2011. Ai nuk foli kurrë publikisht për Arin. Por disa njerëz që e njihnin thonë se ai shkoi në Shqipëri në vitet 90. Ata thonë se ai shkoi në qaf shtam. Ai shkoi në shpellë. Dhe ai kërkoi. Por ai nuk gjeti asgjë. Shpella ishte bosh. Ashtu si ekipi i Hoxhës kishte gjetur 50 vjet më parë. Leka u zhgënjye. Ai mendoi se prindërit e tij e kishin gënjur. Ai mendoi se Ari nuk kishte ekzistuar kurrë. Por para se të vdiste, ai mori një letër. Një letër nga një njeri i vjetër që jetonte në Greqi. Një njeri që pretendonte se kishte qenë një nga oficerët që kishin transportuar Arin. Njeriu shkruante, Ari ekziston. Por nuk është në Shqipëri.
Nuk ka qenë kur atje. Shpella ishte një mashtrim. Ari është diku tjetër. Dhe vetëm 3 njerëz në botë e din ku është. Lejka u përpoq të gjente këtë njeri. Por ai kishte vdekur. Dhe sekreti mbeti i fshehtë. Sot, në vitin 2022, misteri i Arit të Zogut mbetet i pasgjidhur. Qeveria shqiptare ka bërë disa kërkime. Ata kanë dërguar ekipe në qafë shtam. Ata kanë përdorur teknologji moderne për të skanuar malet. Por ata nuk kanë gjetur asgjë. Disa historianë thonë se Ari u shkrir dhe u shit gjatë luftës së dytë botërore. Disa thonë se Ari është ende i fshehur diku në Shqipëri. Dhe disa thonë se Ari nuk ka ekzistuar kurrë. Se ishte vetëm një legjendë. Por çfarë mendoni ju? A ekzistonte Ari? Dhe nëse po, ku është tani? A është ende i fshehur në ndonjë shpellë? Apo është në ndonjë bankë të huaj? Apo ndoshta është në duart e pasardhësve të atyre 3 oficerëve që e ruajtën sekretin? Këto janë pyetje që ende nuk kanë përgjigje. Por ndoshta një ditë e vërteta do të dalë në shesh. Ndoshta një ditë dikush do të gjejë dokumentet. Dikush do të gjejë hartat. Dhe dikush do të gjejë Arin. Deri atëherë, misteri vazhdon. Por a ishte vërtet e vërteta kaq e thjeshtë? A mund të kishte zhdukur një thesar i tërë pa lënë asnjë gjurmë? Në vitin 2005, diçka e pazakontë ndodhi që e ringjalli të gjithë misterin. Një grua e vjetër, 87 vjeçe, erdhi në ambasadën shqiptare në Rom. Ajo mbante një kuti të vjetër metalike. Brenda kutisë kishte fotografi. Fotografi nga viti 1939. Fotografi që tregonin arka. Arka të hapura plot me shufra Ari. Dhe në sfond të fotografive mund të shiheshe një shpellë. Gruaja tha se babai i saj kishte qenë një nga oficerët që kishin transportuar Arin. Ai kishte bërë këto fotografi fshehurazi. Dhe ai ja kishte lënë asaj me një mesazh, kur të vdes, çoi këto autoriteteve. Ata duhet ta dinë të vërtetën. Por çfarë të vërtetë? Gruaja nuk e dinte. Babai i saj kishte vdekur pa i treguar asgjë më shumë. Fotografitë u analizuan nga ekspertë. Ata konfirmuan se ishin autentike. Ata konfirmuan se ishin bërë në vitin 1939. Por ku ishte bërë fotografia? Ekspertët u përpoqën të identifikonin vendodhjen nga sfondi. Por peizazhi kishte ndryshuar shumë. Dhe ata nuk arritën të gjejnë vendodhjen e saktë. Qeveria shqiptare vendosi të fillonte një hetim të ri. Ata krijuan një komision të posaçëm. Komisionin e përbënin historian, arkeolog, gjeolog dhe oficer të shërbimeve sekrete. Ata filluan të studiojnë të gjitha dokumentet e disponueshme. Ata intervistuan të gjithë njerëzit që pretendonin se dinin diçka. Dhe ata filluan të kërkojnë përsëri në qafë shtam. Por kësaj here, ata përdorën teknologji të avancuar. Ata përdorën radar që mund të shiten në përshkëmbim. Ata përdorën dron me kamera termike. Dhe ata përdorën software që mund të krahasonte fotografitë e vjetra me peizazhin aktual. Puna zgjati 6 muaj. Dhe në fund, ata gjetën diçka. Ata gjetën një anomali në mal, një hapësirë bosh në shkëmbim. Një hapësirë që mund të ishte një shpellë. Ata vendosën të gërmonin. Ata sollën ekipamente të rënda. Ata filluan të hiqnin shkëmbimë. Dhe pas 3 javësh pune, ata hapën një hyrje. Një hyrje që çonte në një shpellë të madhe. Por çfarë gjetën brenda? Shpella ishte e madhe. Rreth 100 metra e gjatë dhe 50 metra e gjerë. Muret ishin të lëmuara nga dora e njeriu. Në 2 sheme kishte shenja të rrugëve ku kishin qenë tërhequr gjëra të rënda. Dhe në fund të shpellës kishte një dhomë të vogël. Një dhomë me mure betoni. Një dhomë që dukej se ishte ndërtuar për të ruajtur diçka shumë të vlefshme. Por dhoma ishte bosh. Plotësisht bosh. Nuk kishte arka. Nuk kishte Ari. Kishte vetëm një tabel metalike të ngjitur në mur. Në tabel ishte shkruar një mesazh në shqip. Këtu pushoi thesari i kombit shqiptar nga data 7 prill 1939 deri në datën 23 shtator 1943. Ai që e mori për të shpëtuar kombin. Çfarë do të thoshte kjo?
Kush e kishte marrë Arin në shtator të vitit 1943? Dhe çfarë do të thoshte për të shpëtuar kombin? Komisionit ju desh të hetonte më tej. Ata filluan të studiojnë ngjarjet e vitit 1943. Çfarë kishte ndodhur atë vit në Shqipëri? Në vitin 1943, Shqipëria ishte ende nën pushtimin italian. Por Italia kishte kapituluar në shtator. Dhe gjermanët kishin ardhur për të zëvendësuar italianët. Ishte një periudhë kaosi. Ishte një periudhë kur çdo gjë ishte e mundur. Dhe ishte një periudhë kur lëvizja partizane po forcohej. Enver Hoxha dhe komunistët po organizoheshin. Ata po luftonin kundër gjermanëve. Dhe ata kishin nevojë për para. Ata kishin nevojë për armë. Ata kishin nevojë për ari. A ishte e mundur që partizanët të kishin gjetur shpellën? A ishte e mundur që ata të kishin marrë arin? Dhe nëse po, çfarë bën me të? Komisionit i erdhi një ide. Ata vendosën të kontrollojnë arkivat e Partisë Komuniste. Arkivat që ishin mbajtur sekrete për dekada. Arkivat që tani ishin të hapura për publikun. Dhe aty, ata gjetën diçka interesante. Ata gjetën një raport të datës 25 shtator 1943. Një raport i shkruar nga një komandant partizan me emrin Mehmet Shehu. Raporti ishte i shkurtër por i qartë. Shehu shkruante: "Sot, njësia jonë zbuloi një shpellë në zonën e qafë shtamës. Brenda shpellës gjetëm 152 arka. Arkat ishin të mbushura me ari. Ari i regjimit fashist të zogull. Ne e morëm arin. Ne e transportuam në një vend të sigurt. Ky ari do të përdoret për të blerë armë. Armë që do të na ndihmojnë të çlirojmë Shqipërinë nga pushtuesit." Komisionit nuk mund t'i besonte syve. Ata kishin gjetur përgjigjen. Ari kishte qenë vërtet në shpellë. Dhe partizanët e kishin marrë në vitin 1943. Por çfarë bën me të? Ku e çuan? Dhe a e përdorën vërtet për të blerë armë? Komisionit ju desh të hetonte më tej. Ata filluan të kërkojnë dokumente të tjera. Dokumente që tregonin se çfarë kishte ndodhur me arin pas shtatorit të vitit 1943. Dhe ata gjetën diçka që i shokoi. Ata gjetën një listë transaksionesh. Transaksione që ishin bërë midis lëvizjes partizane shqiptare dhe tregtarëve të armëve në Jugosllavi. Lista tregonte se midis tetorit të vitit 1943 dhe marsit të vitit 1944, partizanët shqiptar kishin blerë sasi të mëdha armësh. Pushk, mitraloz, municione, granata. Gjithçka që u duhej për të luftuar. Dhe ata kishin paguar me ari. Me shufra ari. Lista tregonte saktësisht sa ari ishte përdorur për çdo transaksion. Dhe kur komisionit i mblodhi të gjitha shifrat, ata arritën në një total prej rreth 8 milion franga ari. Gati gjysma e thesarit. Por ku ishte gjysma tjetër? Ku ishin 7 milionet e tjerë franga ari? Komisionit vazhdoi të kërkonte. Dhe ata gjetën një dokument tjetër. Një dokument që ishte shkruar nga vetë Enver Hoxha në maj të vitit 1944. Në atë dokument, Hoxha shkruante: "Ari që mbetet do të ruhet për të ardhmen e shtetit socialist. Ai do të depozitohet në një vend të sigurt. Vetëm unë dhe 2 shok të tjerë e dim vendndodhjen. Ky ari do të jetë baza e ekonomisë son pas çlirimit." Kush ishin 2 shokët e tjerë që Hoxha përmendi? Komisionit u desh të hetonte. Ata studiuan historinë e lëvizjes partizane. Ata studiuan se kush ishin njerëzit më të afërt të Hoxhës në atë periudhë. Dhe ata arritën në 2 emra, Mehmet Shehu dhe Koçi Xoxe. 2 burra që ishin në krye të lëvizjes partizane. 2 burra që Hoxha i besonte plotësisht. 2 burra që më vonë do të bëheshin figura kyçe të regjimit komunist. Por çfarë ndodhi me ta? Mehmet Shehu u bë kryeministër i Shqipërisë. Ai qeverisi për 27 vjet. Por në vitin 1981 ai u gjeti vdekur. Qeveria tha se ishte vetvrasje. Por shumë njerëz besonin se ai ishte vrarë. Vrarë nga Hoxha. Sepse ai e dinte shumë. Ai e dinte sekretin e arit. Dhe Hoxha donte që ai sekret të vdiste me të.
Koçi Xoxe pati një fat edhe më të keq. Ai u arrestua në vitin 1949. Ai u akuzua për tradhti. Ai u torturua. Dhe ai u ekzekutua. Para se të vdiste, ai u pyet për Arin. Ai u pyet se ku ishte. Por ai nuk foli. Ai mori sekretin në varr. Pas vdekjes së Koçi Xoxes dhe Mehmet Sheut, Enver Hoxha mbeti i vetmi njeri gjallë që e dinte sekretin. Dhe ai nuk foli kurrë. Ai jetoi deri në vitin 1985. Dhe ai vdiq pa treguar kurrë se ku ishte Ari. Por a e dinte vërtet? Apo ndoshta edhe ai kishte humbur gjurmët? Komisionit vendosi të hetonte më tej. Ata filluan të studiojnë jetën e Hoxhës. Ata studiuan se ku kishte udhëtuar. Ku kishte qenë. Çfarë kishte bërë. Dhe ata gjetën diçka interesante. Në vitet 1944 deri në 1945, Hoxha kishte bërë disa udhëtime të fshehta. Udhëtime që nuk ishin regjistruar në dokumentet zyrtare. Udhëtime që vetëm disa njerëz të afërt i dinin. Një nga këto udhëtime ishte në jug të Shqipërisë, në zonën e Gjirokastrës, në një fshat të vogël të quajtur Lazarat. Pse kishte shkuar Hoxha atje? Çfarë kishte bërë? Komisionit vendosi të shkonte në Lazarat për të hetuar. Lazarati është një fshat i vogël në jug të Shqipërisë. Një fshat që është bërë i famshëm në vitet e fundit për arsye të tjera. Por në vitet 40 ishte vetëm një fshat i thjeshtë. Një fshat me disa dhjetëra familje. Një fshat ku njerëzit jetonin nga bujësia. Por kishte diçka të veçantë në atë fshat. Kishte shpella. Shpella të mëdha, të thella, që hynin thellë në mal, shpella që ishin përdorur për shekuj nga banorët për të ruajtur ushqime dhe gjëra të tjera. A ishte e mundur që Hoxha të kishte fshehur Arin në një nga këto shpella? Komisionit filloi të pyeste banorët e vjetër të fshatit. Njerëz që kishin jetuar atje në vitet 40. Njerëz që mund të kujtonin diçka. Dhe ata gjetën një grua të vjetër, 92 vjeçe, me emrin Drita Kola. Drita kujtonte. Ajo kujtonte se në vjeshtën e vitit 1944 kishin ardhur disa kamion në fshat. Kamion ushtarak. Dhe ata kishin shkarkuar arka. Arka të rënda që dukeshin shumë të rëndësishme. Drita më tha se ajo ishte vetëm një vajzë e vogël atëherë. Ajo kishte 8 vjeç. Por ajo kujtonte shumë mirë atë ditë. Sepse babai i saj, që ishte kryetari i fshatit, kishte qenë i përfshirë. Ai kishte ndihmuar ushtarët të mbajnë arkat. Ai kishte treguar ku ishin shpellat. Dhe ai kishte betuar se nuk do të fliste kurrë për atë që kishte parë. Babai im nuk foli kurrë, më tha Drita. Ai mori sekretin në varr. Por para se të vdiste, ai më tha diçka. Ai më tha, në atë shpellë është e ardhmja e Shqipërisë. Por është edhe mallkimi i saj. Unë nuk e kuptova se çfarë donte të thoshte. Por tani, pas gjithë këtyre viteve, unë mendoj se e kuptoj. Komisionit e pyeti Dritën nëse e dinte se në cilën shpellë ishin futur arkat. Ajo tha se po. Ajo e dinte. Sepse ajo kishte shkuar atje shumë herë kur ishte e vogël. Ajo kishte luajtur atje. Por tani, shpella ishte e mbyllur. Hyrja ishte shembur. Dhe askush nuk mund të hynte më brenda. A ishte kjo e vërtet? Apo ndoshta dikush e kishte mbyllur me qëllim? Komisionit vendosi të shkonte në shpellën që Drita tregoi. Ata morën me vete ekipamente gërmimi. Ata morën me vete ekspert. Dhe ata filluan të hiqnin shkëmbinj që mbyllnin hyrjen. Puna zgjati 2 javë. Por në fund, ata hapën një hyrje të vogël. Një hyrje që ishte mjaft e madhe për të lejuar një person të hynte brenda. Një nga anëtarët e komisionit, një arkeolog me emrin Artan Leka, u ofrua të hynte i pari. Ai u pajis me një fener, një radio dhe një kamerë. Dhe ai hyri brenda shpellës. Ajo që ai gjeti atje do të ndryshonte gjithçka. Ai gjeti një dhomë të madhe. Një dhomë me mure të lëmuara. Një dhomë ku kishte qenë ruajtur diçka. Por dhoma ishte bosh. Plotësisht bosh. Nuk kishte arka. Nuk kishte ari. Kishte vetëm një tabel tjetër. Një tabel e ngjashme me atë që kishin gjetur në qafë shtam.
Në tabel shkruante, këtu pushoi thesari i kombit shqiptar nga data 20 shtator 1944 deri në datën 15 janar 1956. Ai që e mori për të ndërtuar socializmin. Janar i vitit 1956. Çfarë kishte ndodhur atë muaj? Komisionit filloi të hetonte. Ata studiuan ngjarjet e asaj periudhe. Dhe ata gjetën diçka shumë interesante. Në janar të vitit 1956, Shqipëria kishte ndërruar aleancë. Ajo kishte ndërprer marrëdhëniet me Jugosllavinë. Ajo ishte afruar me Bashkimin Sovjetik. Dhe ajo kishte filluar të merrte ndihmë ekonomike nga Moska. Por çfarë lloj ndihme? Komisionit gjeti dokumente që tregonin se Bashkimi Sovjetik kishte dhënë kredi të mëdha Shqipërisë. Kredi që do të përdoreshin për të ndërtuar fabrika, për të ndërtuar rrugë, për të ndërtuar hidrocentrale. Por a ishin këto kredi falas? Apo Shqipëria kishte dhënë diçka në këmbim? Komisionit gjeti një dokument që sugjeronte se Shqipëria kishte dhënë ari. Ari që do të përdorej si garanci për kredi. Ari që do të depozitohej në Bankën Qendrore të Bashkimit Sovjetik. A ishte ky ari i zogut? A ishte ky thesari që kishte qenë fshehur për vite? Komisionit u përpoq të kontaktonte autoritetet ruse. Ata u kërkuan akses në arkivat e Bankës Qendrore të Rusisë. Por rusët refuzuan. Ata thanë se këto ishin informacione të klasifikuara. Ata thanë se nuk mund t'i jepnin. Komisionit u përpoq të gjente rrugë të tjera. Ata kontaktuan historian rus. Ata kontaktuan ish zyrtar sovjetik. Dhe ata gjetën një njeri që ishte i gatshëm të fliste. Një ish oficer i KGB-s me emrin Viktor Petrov. Petrov kishte punuar në Tiranë në vitet 50. Ai kishte qenë pjesë e misionit sovjetik në Shqipëri. Dhe ai kishte parë gjëra që nuk duhej t'i shite. Petrov më tha se në shkurt të vitit 1956, ai kishte parë një konvoj të madh duke u nisur nga Tirana. Konvoji përbëhej nga 10 kamion të mbuluar. Kamion që ruheshin nga ushtar të armatosur. Kamion që shkuan drejt portit të Durrësit. Dhe atje, ngarkesa u ngarkua në një anije sovjetike. Një anije që u nis menjëherë për në Odesa. Petrov më tha se ai kishte pyetur se çfarë ishte në ato kamion. Por askush nuk ja kishte thënë. Ai kishte pyetur kolegët e tij sovjetik. Por ata nuk dinin. Ose nuk donin të flisnin. Por Petrov kishte një mik. Një oficer tjetër sovjetik që punonte në Ministrinë e Financave. Dhe ky mik ja kishte thënë të vërtetën. Ai ja kishte thënë se në ato kamion ishte ari. Ari shqiptar. Ari që do të depozitohej në Moskë. Ari që do të përdorej si garanci për kredit që Bashkimi Sovjetik po i jepte Shqipërisë. Por kishte diçka të çuditshme, më tha Petrov. Miku im më tha se ky ari nuk ishte ari i zakonshëm. Ishte ari i vjetër. Ari që kishte vula të vjetra. Vula nga vitet 30. Vula të mbretërisë së Shqipërisë. Dhe kjo e bënte shumë të vlefshëm. Sepse ishte ari historik. Ari që kishte një histori. A ishte ky ari i zogut? A ishte ky thesari që kishte qenë fshehur për vite? Petrov nuk mund të konfirmonte. Por ai tha se besonte se po. Ai besonte se ari që u transportua në Moskë në vitin 1956 ishte ari i zogut. Por nëse ari shkoi në Moskë, çfarë ndodhi me të? A është ende atje? Apo u kthye në Shqipëri? Komisionit u përpoq të gjente përgjigje. Ata studiuan marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik. Ata studiuan se çfarë ndodhi pas vitit 1956. Dhe ata gjetën se në vitin 1961 marrëdhëniet u përkeqësuan. Shqipëria u largua nga Bashkimi Sovjetik. Ajo u afrua me Kinën. Dhe ajo kërkoi që t'i kthehej ari. Por rusët refuzuan. Ata thanë se ari ishte përdorur për të paguar kredi. Ata thanë se Shqipëria kishte borxhe. Dhe ata nuk do ta kthenin arin derisa borxhet të paguheshin. Por Shqipëria nuk kishte para për të paguar borxhet. Dhe kështu, ari mbeti në Moskë. Ari mbeti atje për dekada. Dhe ndoshta është ende atje sot. Kjo është teoria që komisionit arriti.
Kjo është teoria që ata paraqitën në raportin e tyre final. Por a është kjo e vërteta? Apo ka ende sekrete që nuk janë zbuluar? Disa njerëz nuk e besojnë këtë teori. Ata thonë se Ari nuk shkoi kur në Moskë. Ata thonë se Hoxha e mbajti Arin për vete. Ata thonë se ai e fsheu në një vend tjetër. Një vend që vetëm ai e dinte. Dhe ata thonë se Ari është ende në Shqipëri. Ende i fshehur. Ende duke pritur të gjendet. Një nga këta njerëz është një historian me emrin Kastriot Dervishi. Dervishi ka studiuar jetën e Hoxhës për 30 vjet. Ai ka lexuar të gjitha dokumentet e disponueshme. Ai ka intervistuar qindra njerëz. Dhe ai ka arritur në një përfundim të ndryshëm. Ai beson se Ari nuk shkoi kur në Moskë. Ai beson se Hoxha e fsheu Arin në një bunker. Një nga mira bunkeret që ai ndërtoi në të gjithë Shqipërinë. Një bunker që askush tjetër nuk e dinte. Një bunker që ishte ndërtuar vetëm për këtë qëllim. Mendoni për të, më tha Dervishi. Hoxha ndërtoi 700.000 bunker në Shqipëri. 700.000. Kush mund të kontrollojë të gjithë? Kush mund të di se çfarë ka brenda secilit prej tyre? Dervishi më tregoi se ai kishte gjetur dëshmi që mbështesnin teorinë e tij. Ai kishte gjetur dokumente që tregonin se Hoxha kishte urdhëruar ndërtimin e disa bunkerve special. Bunker që ishin ndërtuar në fshehtësi të plotë. Bunker që nuk ishin në hartat zyrtare. Bunker që vetëm disa njerëz të zgjedhur i dinin. Dhe Dervishi besonte se në një nga këta bunker ishte fshehur Ari. Por ku, e pyeta unë. Ku është ky bunker? Dervishi buzëqeshi. Nëse e dija, do të kisha shkuar tashmë për ta gjetur, tha ai. Por unë kam një ide. Unë mendoj se është diku në veri. Në zonën e Shkodrës. Në male. Në një vend të largët ku askush nuk shkon. Dhe një ditë, unë do ta gjej. A do ta gjej vërtet? Apo kjo është vetëm një teori tjetër? Vetëm koha do ta tregoj. Por një gjë është e sigurt, misteri i Arit të Zogut nuk është zgjidhur ende. Dhe ndoshta nuk do të zgjidhet kurrë. Por çfarë mendoni ju? Ku mendoni se është Ari? A është në Moskë? A është në ndonjë bunker në Shqipëri? Apo ndoshta nuk ka ekzistuar kurrë? Ndoshta gjithë kjo histori është vetëm një legjendë? Një legjendë që është rritur me kalimin e viteve? Një legjendë që ka marrë jetë të vetin? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i bëjë. Sepse e vërteta mund të jetë shumë më e ndërlikuar se sa mendojmë. E vërteta mund të jetë se Ari u nda në pjesë të vogla. Se u shit ngadalë gjatë viteve. Se u përdor për qëllime të ndryshme. Dhe se tani nuk ka më asgjë të mbetur. Kjo është teoria që disa ekonomistë kanë propozuar. Ata kanë studiuar ekonominë e Shqipërisë gjatë viteve 40, 50 dhe 60. Dhe ata kanë gjetur se kishte periudha kur shteti kishte para që nuk mund të shpjegoheshin. Para që vinin nga burime të panjohura. A ishin këto para nga Ari i Zogut? Një ekonomist me emrin Gramos Pashko më tha se ai besonte se po. Ai besonte se Ari i Zogut ishte përdorur për të financuar shumë projekte gjatë regjimit komunist. Projekte që zyrtarisht financoheshin nga ndihma e huaj ose nga kredit. Por në realitet financoheshin nga Ari. Mendoni për të, më tha Pashko. Si mund të ndërtonte Shqipëria kaq shumë gjëra në vitet 50 dhe 60? Si mund të ndërtonte fabrika, hidrocentrale, rrugë, shkolla, spitale? Nga vinin parat? Bashkimi Sovjetik jepte ndihmë, po. Por jo aq shumë. Kina jepte ndihmë, po. Por jo aq shumë. Duhej të kishte një burim tjetër. Dhe unë besoj se ai burim ishte Ari i Zogut. Pashko më tregoi se ai kishte bërë llogaritje. Ai kishte llogaritur se sa do të kushtonin të gjitha projektet që u ndërtuan në atë periudhë. Dhe ai kishte llogaritur se sa ndihmë kishte ardhur nga jashtë. Dhe kishte një diferencë. Një diferencë prej rreth 10 milion dollarësh. 10 milion dollar, më tha Pashko. Saktësisht sa vlen Ari i Zogut nëse e konvertojmë në dollar të asaj kohe. Por nëse Ari u përdor për të ndërtuar të gjitha këto gjëra, atëherë nuk ka më asgjë të mbetur. Atëherë thesari është shpenzuar. Atëherë nuk ka asgjë për të kërkuar. Kjo është përfundimi që Pashko arriti.
Dhe kjo është përfundimi që shumë njerëz e pranojnë. Por jo të gjithë. Ka ende njerëz që besojnë se ka diçka të mbetur. Ka ende njerëz që besojnë se jo gjithë ari u përdor. Ka ende njerëz që besojnë se Hoxha mbajti një pjesë për vete. Një pjesë që ai e fsheu për një ditë të zezë. Një pjesë që ai planifikonte ta përdorte nëse gjithçka shkonte keq. Një pjesë që ai donte t'ia linte familjes së tij. Por a e bëri vërtet? Dhe nëse po, ku e fsheu? Këto janë pyetje që ende nuk kanë përgjigje. Këto janë pyetje që ndoshta nuk do të kenë kurrë përgjigje. Sepse Hoxha vdiq pa treguar asgjë. Dhe ata që ishin afër tij, ose vdiqën, ose nuk flasin. Por ka një person që ndoshta di diçka. Një person që ishte shumë afër Hoxhës. Një person që ishte me të deri në fund. Gruaja e tij, Nexhmie Hoxha. Nexhmie jetoi deri në vitin 2020. Ajo vdiq në moshën 100 vjeç. Dhe gjatë gjithë jetës së saj, ajo nuk foli kurrë për arin. Ajo nuk foli kurrë për sekretet e Enverit. Ajo mbajti heshtjen. Por para se të vdiste, ajo i tha diçka vajzës së saj, Pranverës. Diçka që Pranvera nuk e ka treguar kurrë publikisht. Por disa njerëz që janë afër familjes thonë se Nexhmie i tha Pranverës se kishte një dokument. Një dokument që Enveri ja kishte lënë. Një dokument që tregonte të vërtetën për arin. Dhe Nexhmie i tha Pranverës që ta ruante atë dokument. Që ta mbante sekret. Që ta jepte vetëm kur të vinte koha e duhur. Por kur është koha e duhur? Dhe a do ta jap ndonjëherë Pranvera atë dokument? Këto janë pyetje që vetëm ajo mund t'i përgjigjet. Sot, në vitin 2022, misteri i arit të Zogut mbetet një nga misteret më të mëdha të historisë shqiptare. Është një mister që ka magjepsur breza të tërë. Është një mister që ka frymëzuar libra, filma, dokumentar. Është një mister që ka bërë që njerëzit të ëndërrojnë. Të ëndërrojnë se një ditë do ta gjejnë thesarin. Të ëndërrojnë se një ditë do të bëhen të pasur. Por a është kjo vetëm një ëndër? Apo ka një mundësi reale që thesari të ekzistojë ende? Kjo është pyetja që secili prej nesh duhet ta bëjë. Dhe secili prej nesh duhet të vendosë se çfarë beson. Disa besojnë se ari është në Moskë. Disa besojnë se është në ndonjë bunker në Shqipëri. Disa besojnë se u shpenzua gjatë viteve. Dhe disa besojnë se nuk ka ekzistuar kurrë. Por çfarëdo që të besoni, një gjë është e sigurt, historia e arit të Zogut është një histori që do të vazhdojë të tregohet për breza të tërë. Është një histori që do të vazhdojë të magjeps. Dhe është një histori që ndoshta nuk do të ketë kurrë një fund të qartë. Por historia nuk përfundon këtu. Në vitin 2017, diçka e pazakon ndodhi që e ringjalli përsëri të gjithë misterin. Një grup arkeologësh amerikan po bënin kërkime në Shqipëri. Ata po studionin bunkeret e Hoxhës. Ata po përpiqeshin të kuptonin pse ishin ndërtuar kaq shumë. Dhe gjatë punës së tyre, ata zbuluan diçka që askush nuk e kishte parë më parë. Ata zbuluan një rrjet tunelesh nëntoksore. Tunele që lidhonin disa bunker me njëri tjetrin. Tunele që nuk ishin në asnjë hartë. Tunele që dukej se ishin ndërtuar për një qëllim shumë specifik. Kryesuesi i ekipit, profesor David Morrison nga Universiteti i Kalifornisë, më tha se kur ata hynë në këto tunele, ata gjetën diçka që i shokoi. Ata gjetën dhoma të blinduara. Dhoma me dyer hekuri. Dhoma që dukeshin se ishin ndërtuar për të ruajtur diçka shumë të vlefshme. Por dhomat ishin boshe. Plotësisht boshe. Përveç një gjëje. Në çdo dhomë kishte një numër. Një numër i gdhendur në murin e betonit. Numra si 152, 123, 87. Morrison më tha se fillimisht ata nuk e kuptuan se çfarë do të thonin këto numra. Por pastaj, një nga anëtarët e ekipit, një historian shqiptar me emrin Ilir Meta, bëri një lidhje. Ai kujtoi se në dokumentet historike për arin e Zogut, përmendej se kishte 152 arka. 152. Saktësisht si numri më i madh që ata kishin gjetur në dhoma. A ishte kjo një rastësi? Apo këto dhoma ishin ndërtuar për të ruajtur arkat? Dhe nëse po, ku ishin arkat tani? Morrison vendosi të hetonte më tej. Ai kontaktoi autoritetet shqiptare.
Ai kërkoi leje për të bërë gërmime më të thella. Dhe ai mori lejen. Ekipi filloi të punonte. Ata përdorën radar që mund të shiten nëpër beton. Ata përdorën sensor që mund të detektonin metale. Dhe ata filluan të gërmonin. Puna zgjati 6 muaj. Dhe në fund, ata gjetën diçka. Ata gjetën një dhomë tjetër. Një dhomë që ishte fshehur pas një muri të rrem betoni. Një dhomë që askush nuk e kishte gjetur më parë. Kur ata hapën dhomën, ata gjetën diçka që i la pa fjalë. Ata gjetën dokumente. Qindra dokumente. Dokumente që ishin ruajtur në kuti metalike. Dokumente që ishin në gjendje të mirë. Dhe kur ata filluan t'i lexonin, ata kuptuan se kishin gjetur diçka të jashtëzakonshme. Ata kishin gjetur arkivat sekrete të Enver Hoxhës. Arkiva që askush nuk i kishte parë më parë. Arkiva që përmbanin informacione për gjithçka. Për vrasjet. Për burgjet. Për planet. Dhe për Arin. Morrison më tregoi se në një nga dokumentet kishte një letër të shkruar nga vetë Hoxha. Një letër e datës 10 janar 1981. Vetëm 4 vjet para se ai të vdiste. Në atë letër, Hoxha shkruante, Thesari është i sigurt. Ai është atje ku askush nuk do ta gjejë. Ai është atje ku vetëm unë e di. Dhe kur të vdes, sekreti do të vdes me mua. Sepse kjo është e vetmja mënyrë për ta mbrojtur. Por çfarë do të thoshte atje ku vetëm unë e di? Ku ishte ky vend? Morrison vazhdoi të lexonte dokumentet. Dhe ai gjeti diçka tjetër. Ai gjeti një hartë. Një hartë e vizatuar me dorë. Një hartë që tregonte një zonë në veri të Shqipërisë. Një zonë pranë kufirit me malin e zi. Dhe në hartë kishte një shenjë. Një gjë të kuqe. Dhe pranë zit kishte shkruar një fjalë, këtu. Morrison e fotografoi hartën. Ai e studoi me kujdes. Ai u përpoq ta krahasonte me hartat moderne. Dhe ai arriti të identifikonte zonën. Ishte një zonë malore. Një zonë e largët. Një zonë ku pothuajse askush nuk jetonte. Një zonë që quhej Theth. Morrison vendosi të shkonte atje. Ai mori me vete një ekip të vogël. 3 njerëz. Dhe ata u nisën për në Theth. Udhëtimi zgjati 2 ditë. Rrugët ishin të këqija. Moti ishte i keq. Por ata arritën. Dhe ata filluan të kërkojnë. Theth është një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Male të larta. Lumenj të pastër. Natyrë e paprekur. Por është edhe një vend i vështirë. Një vend ku jeta është e ashpër. Një vend ku njerëzit jetojnë ashtu si kanë jetuar për shekuj. Morrison dhe ekipi i tij filluan të pyesin banorët. Ata pyetën nëse kishin parë ndonjëherë diçka të pazakonshme. Nëse kishin dëgjuar ndonjë histori për bunker apo tunele. Dhe ata gjetën një njeri të vjetër që kujtonte. Një bari 85 vjeçar me emrin Pjetër Gjoni. Pjetër u tha se në vitet 80 ai kishte parë ushtar duke punuar në mal, ai kishte parë kamion duke transportuar materiale. Ai kishte parë se po ndërtonin diçka. Por ai nuk e dinte se çfarë. Sepse zona ishte e mbyllur. Askush nuk lejohej të afrohej. Dhe ata që provonin, arrestoheshin. Pjetër u tregoi se ku kishte parë ushtarët duke punuar. Ai i çoi në një vend të quajtur Maja e Radohimës. Një majë e lartë, rreth 2000 metra mbi nivelin e detit. Një vend i vështirë për t'u arritur. Por Morrison dhe ekipi vendosën të provonin. Ngjitja zgjati 5 orë. Ishte e vështirë. Ishte e rrezikshme. Por ata arritën. Dhe kur arritën në maj, ata gjetën diçka që i shokoi. Ata gjetën një hyrje. Një hyrje e fshehur pas shkëmbimeve. Një hyrje që çonte në një tunel. Morrison nxori fenerin. Ai hyri i pari. Dhe ajo që ai gjeti brenda do ta ndryshonte gjithçka. Ai gjeti një kompleks të tërë nëntoksor. Dhoma të lidhura me tunele. Dhoma të blinduara me dyrë hekuri. Dhoma që dukeshin se ishin ndërtuar për të qenë të paprekshme. Morrison filloi të eksploronte. Ai hyri në dhomën e parë. Ishte bosh. Ai hyri në dhomën e dytë. Ishte bosh.
A i hyri në dhomën e tretë. Dhe atje, a i gjeti diçka. A i gjeti një ark. Një ark e vjetër prej druri. Një ark me brava hekuri. Një ark që dukej saktësisht si ato që ishin përshkruar në dokumentet historike. Morrison e thiri ekipin. Ata erdhën të gjithë. Dhe ata u përpoqën të hapnin arkën. Por bravat ishin të ngjitura nga ndryshku. Ata nuk mund t'i hapnin. Ata vendosën ta merrnin arkën me vete. Ta çonin në laborator për ta hapur atje. Por kur ata u përpoqën ta ngrenë arkën, ata kuptuan se ishte shumë e rëndë. Shumë më e rëndë se sa dukej. Ata e matën peshën. Arka peshonte rreth 50 kg. Saktësisht sa do të peshonte një ark plot me ari. Morrison nuk mund ta besonte. A ishte e mundur që ata kishin gjetur arin? A ishte e mundur që pas gjithë këtyre viteve, pas gjithë këtyre kërkimeve, ata kishin gjetur thesarin? Ata vendosën ta transportonin arkën me kujdes. Ata e mbështollën me batanije. Ata e lidhen me litar. Dhe ata filluan zbritjen. Zbritja ishte edhe më e vështirë se ngjitja. Arka ishte e rëndë. Rruga ishte e rëshitshme. Por ata ja dolën. Pas 7 orësh, ata arritën në fshat. Dhe ata e ngarkuan arkën në makinë. Ata u nisën për në Tiranë. Për në laboratorin e Institutit Arkeologjik. Atje, ata do të hapnin arkën. Atje, ata do të shihnin se çfarë kishte brenda. Atje, ata do të zgjidhnin misterin. Hapja e arkës u bë në prani të autoriteteve shqiptare. Ishin të pranishëm Ministri i Kulturës, drejtori i Institutit Arkeologjik dhe disa ekspertë të tjerë. Morrison dhe ekipi i tij ishin atje. Dhe kishte edhe kamera. Sepse ata donin të dokumentonin gjithçka. Ekspertët filluan të punojnë. Ata përdorën mjete speciale për të hapur bravat pa dëmtuar arkën. Puna zgjati 2 orë. Por në fund, ata ja dolën. Bravat u hapën. Dhe kapaku u ngrit. Të gjithë mbajtën frymën. Të gjithë shikuan brenda. Dhe ajo që ata pan i la të gjithë pa fjalë. Brenda arkës kishte shufra. Shufra metalike. Shufra që shkëlqenin me një ngjyrë të verdhë. Shufra që dukeshin se ishin ari. Ekspertët morën një shufër. Ata e peshuan. Ajo peshonte 1 kilogram. Ata e testuan. Ata përdorën instrumente për të analizuar përbërjen. Dhe rezultati erdhi. Ishte ari. Ari i pastër. Ari 24 karat. Ari që vlente 10.000 euro për kilogram. Të gjithë në dhomë shpërthyen në duar trokitje. Ata kishin gjetur arin. Ata kishin gjetur thesarin e zogut. Pas 83 vitesh, misteri ishte zgjidhur. Ose të paktën, kështu menduan ata. Por kur ata filluan të numëronin shufrat, ata kuptuan se kishte vetëm 25 shufra. 25 kilogram ari. Një sasi e vogël. Shumë më e vogël se sa pritej. Nëse thesari i zogut kishte qenë 15 milion franga ari, atëherë duhej të kishte rreth 7 tonë e gjysmë ari. Por këtu kishte vetëm 25 kilogram. Ku ishte pjesa tjetër? Morrison vendosi të kthehej në theth. Ai vendosi të kërkonte përsëri. Ai mendoi se ndoshta kishte arka të tjera. Ndoshta kjo ishte vetëm një ark nga shumë. Ai u kthye me një ekip më të madh. Ata kaluan 2 javë duke kërkuar. Ata eksploruan çdo dhomë të kompleksit nëntoksor. Ata përdorën të gjitha mjetet e disponueshme. Por ata nuk gjetën asgjë tjetër. Nuk kishte arka të tjera. Kishte vetëm atë një ark. Dhe 25 kilogram ari. Morrison ishte i zhgënjur. Ai kishte shpresuar se do të gjente të gjithë thesarin. Ai kishte shpresuar se do të zgjidh misterin përfundimisht. Por tani, ai kishte më shumë pyetje se përgjigje. Pse kishte vetëm një ark? Ku ishin arkat e tjera? Dhe pse hoxha kishte fshehur vetëm 25 kilogram ari në atë vend? A ishte kjo vetëm një pjesë e vogël e thesarit? Apo ndoshta kjo ishte gjithçka që kishte mbetur? Morrison vendosi të studionte përsëri dokumentet që kishte gjetur. Ai lexoi përsëri letrën e hoxhës.
Dhe ai vuri re diçka që nuk e kishte vënë re më parë. Në fund të letrës, Hoxha kishte shkruar: "Kjo është pjesa ime. Pjesa që unë e fitova. Pjesa që më takon mua. Pjesa tjetër i takon shtetit. Dhe shteti e ka përdorur." Çfarë do të thoshte kjo? A do të thoshte se Hoxha kishte marrë vetëm një pjesë të vogël të arit për vete? Dhe pjesën tjetër e kishte përdorur për shtetin? Kjo ishte teoria që Morrison filloi të besonte. Dhe kjo ishte teoria që shumë ekspert tani e pranojnë. Por nëse kjo është e vërtet, atëherë ku shkoi pjesa tjetër e arit? Si u përdor? Dhe kush e përdori? Këto janë pyetje që ende kërkojnë përgjigje. Por disa ekspert kanë propozuar teoria. Një nga këto teoria është se ari u përdor për të paguar agent sekret. Agent që punonin për Shqipërinë në vende të tjera. Agent që kishin nevojë për para për të kryer misionet e tyre. Një ish oficer i sigurimit të shtetit, Fatos Klosi, më tha se gjatë viteve të luftës së ftohtë, Shqipëria kishte një rrjet të gjerë agentësh. Agent në Itali, në Greqi, në Jugosllavi, në Turqi, madje edhe në Amerikë. Dhe këta agent kishin nevojë për para. Para që nuk mund të gjurmoheshin. Para që nuk mund të lidheshin me shtetin shqiptar. Dhe ari ishte mënyra perfekte për t'i paguar. Ari nuk lë gjurmë, më tha Klosi. Ari mund të shitet kudo. Ari mund të konvertohet në çdo monedhë. Dhe askush nuk mund të provojë se nga erdhi. Klosi më tha se ai besonte se një pjesë e madhe e arit të zogut ishte përdorur për këtë qëllim. Për të paguar agent. Për të financuar operacione sekrete. Për të mbajtur rrjetin e spionazhit të Shqipërisë. Por a ka prova për këtë? Klosi më tha se ka. Ai më tha se në arkivat e sigurimit të shtetit ka dokumente që tregojnë pagesa të mëdha në ari. Pagesa që janë bërë në vite të ndryshme. Pagesa që nuk kanë shpjegim tjetër. Por këto dokumente janë ende të klasifikuara, më tha ai. Qeveria nuk i ka bërë publike. Dhe ndoshta nuk do t'i bëj kurrë. Sepse ato zbulojnë sekrete që ende janë të ndjeshme. Sekrete që mund të dëmtojnë marrëdhëniet e Shqipërisë me vende të tjera. Kjo është një teori interesante. Por a është e vërtet? Vetëm koha do ta tregojë. Sepse nëse këto dokumente do të bëhen publike një ditë, ne do të mësojmë të vërtetën. Ne do të mësojmë se ku shkoi ari. Ne do të mësojmë se si u përdor. Dhe ne do të mësojmë se kush e përdori. Por deri atëherë, ne mund vetëm të spekulojmë. Ne mund vetëm të hamendësojmë. Ne mund vetëm të besojmë atë që duam të besojmë. Ka edhe një teori tjetër. Një teori që është më e errët. Më e frikshme. Kjo teori thotë se ari u përdor për të paguar vrasje. Vrasje politike. Vrasje që Hoxha urdhëroi gjatë viteve. Vrasje të kundërshtarëve të tij. Vrasje të atyre që e dinin shumë. Vrasje të atyre që mund ta rrezikonin pushtetin e tij. Një gazetar investigativ, Blendi Fevziu, ka studiuar vrasjet politike gjatë regjimit komunist. Ai ka intervistuar familjet e viktimave. Ai ka lexuar dokumentet e disponueshme. Dhe ai ka arritur në një përfundim të frikshëm. Ai beson se shumë nga vrasjet nuk u kryen nga shërbimi sekret shqiptar. Ai beson se u kryen nga vrasës të paguara. Vrasës profesionistë që vinin nga vende të tjera. Vrasës që paguheshin me ari. Mendoni për rastin e Mehmet Shehut, më tha Fevziu. Ai u gjeti vdekur në vitin 1981. Qeveria tha se ishte vetë vrasje. Por askush nuk e besoi. Të gjithë e dinë se ai u vra. Por nga kush? Dhe si? Fevziu më tha se ai kishte gjetur dëshmi që sugjeronin se Shehu ishte vrarë nga një vrasës profesionist. Një vrasës që kishte ardhur nga jashtë. Një vrasës që ishte paguar me ari. Unë fola me një ish oficer të sigurimit që ishte atje atë natë, më tha Fevziu. Ai më tha se kishte parë një njeri të huaj në pallat. Një njeri që nuk e njihte. Një njeri që doli nga dhoma e Shehut pak para se trupi të gjendej. Dhe ai më tha se ky njeri mbante një çantë të vogël. Një çantë që dukej e rëndë. Një çantë që ndoshta kishte ari brenda. A është kjo e vërtetë? Apo është vetëm një teori konspirative? Fevziu nuk mund ta provonte.
por ai besonte se ishte e vërtetë. Dhe ai besonte se ka raste të tjera të ngjashme. Raste ku ari I zogut u përdor për të paguar vrasje, për të heshtur njerëz, për të mbrojtur sekretet. Kjo është një teori e errët. Një teori që na bën të mendojmë për anën e errët të historisë, për gjërat që ndodhin në hije, për sekretet që nuk duam t'i dim. Por le të kthehemi te arka që u gjet në theth. Çfarë ndodhi me të? Çfarë ndodhi me 25 kilogramët e arit? Qeveria shqiptare vendosi se ari duhej të depozitohej në Bankën e Shqipërisë. Ari duhej të bëhej pjesë e rezervave të shtetit. Dhe kështu u bë. Ari u transportua në Tiranë. U depozitua në një dhomë të blinduar. Dhe u regjistrua si ari I zogut, pjesa e gjetur. Por kjo nuk ishte fundi I historisë. Sepse pas disa muajsh, diçka e çuditshme ndodhi. Një avokat italian kontaktoi qeverinë shqiptare. Ai pretendonte se përfaqësonte pasardhësit e Ahmet Zogut. Ai pretendonte se ari I përkiste familjes Zogu. Dhe ai kërkonte që ari t'u kthehej. Qeveria shqiptare refuzoi. Ajo tha se ari ishte pronë e shtetit. Ajo tha se Zogu e kishte marrë arin nga shteti. Dhe prandaj, ari duhej t'i kthehej shtetit. Por avokati nuk u pajtua. Ai çoi çështjen në gjykatë. Dhe filloi një betejë ligjore që vazhdon ende sot. Familja Zogu argumenton se ari ishte pronë personale e Ahmet Zogut. Ata thonë se Zogu e kishte grumbulluar këtë ari gjatë viteve të sundimit. Ata thonë se ai e kishte vënë mënjam për familjen e tij. Dhe ata thonë se ai kishte të drejtë ta bënte këtë. Qeveria shqiptare argumenton ndryshe. Ajo thotë se ari ishte thesari I shtetit. Ajo thotë se Zogu ishte vetëm kujdestari I këtij ari. Dhe ajo thotë se kur Zogu iku nga Shqipëria, ai humbi të drejtën mbi arin. Kush ka të drejtë? Kjo është pyetja që gjykata duhet ta vendosë. Por vendimi nuk ka ardhur ende. Dhe ndoshta nuk do të vijë kurrë. Sepse kjo është një çështje shumë e ndërlikuar. Një çështje që prek jo vetëm ligjin, por edhe historinë. Jo vetëm të drejtat pronësore, por edhe identitetin kombëtar. Jo vetëm paratë, por edhe kujtesën. Dhe këto janë gjëra që nuk mund të vendosen lehtë. Këto janë gjëra që kërkojnë kohë. Këto janë gjëra që kërkojnë urtësi. Ndërkohë, kërkimi për pjesën tjetër të arit vazhdon. Ka ende njerëz që besojnë se ka më shumë ari të fshehur diku. Ka ende njerëz që kërkojnë, që gërmojnë, që shpresojnë. Në vitin 2019, një grup thesargjuesish amerikan erdhi në Shqipëri. Ata kishin pajisje të sofistikuara. Pajisje që mund të detektonin metale në thellësi të mëdha. Ata kishin marrë leje nga qeveria për të kërkuar në zona të caktuara. Dhe ata filluan punën. Ata kërkuan në qafë shtam. Ata kërkuan në Lazarat. Ata kërkuan në Theth. Ata kërkuan në 10 vende të tjera. Ata kaluan 6 muaj duke kërkuar. Por ata nuk gjetën asgjë. Asnjë ark. Asnjë shufër ari. Asgjë. Ata u zhgënjyen. Ata u kthyen në Amerikë me duar bosh. Por ata nuk hoqën dorë. Ata thanë se do të kthehen. Ata thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë. Sepse ata besojnë se ari është ende atje. Ende I fshehur. Ende duke pritur të gjendet. Por a është vërtet? A ka ende ari të fshehur në Shqipëri? Apo gjithçka që kishte është gjetur tashmë? Apo ndoshta është përdorur tashmë? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i bëjë. Dhe secili prej nesh duhet të vendosë se çfarë beson. Unë kam intervistuar 10 njerëz për këtë dokumentar. Unë kam lexuar qindra dokumente. Unë kam udhëtuar në 10 vende. Dhe unë kam arritur në një përfundim. Unë besoj se pjesa më e madhe e arit të Zogut është përdorur. Është përdorur gjatë viteve për qëllime të ndryshme. Për të blerë armë. Për të paguar agjendë. Për të financuar projekte. Për të mbajtur regjimin në pushtet. Dhe ndoshta për të paguar vrasje. Por unë besoj edhe se ka ende një pjesë të vogël që është e fshehur. Një pjesë që askush nuk e ka gjetur ende. Një pjesë që ndoshta nuk do të gjendet kurrë.
Sepse ata që e fshetën shumë mirë. Ata e fshetën në vende që askush nuk do t'i mendonte. Ata e fshetën në mënyra që askush nuk do t'i zbulonte. Dhe ndoshta kjo është e mira. Ndoshta është mirë që disa sekrete të mbeten sekrete. Ndoshta është mirë që disa mistere të mbeten mistere. Sepse këto sekrete dhe mistere na bëjnë të mendojmë. Na bëjnë të ëndërrojmë. Na bëjnë të shpresojmë. Dhe ndoshta kjo është më e vlefshme se vetë ari. Sepse ari është vetëm metal. Por sekreti është diçka më shumë. Sekreti është histori. Sekreti është legjendë. Sekreti është pjesë e identitetit tonë. Dhe ne duhet ta ruajmë këtë. Ne duhet ta çmojmë këtë. Ne duhet ta transmetojmë këtë te brezat e ardhshëm. Që edhe ata të mund të ëndërrojnë. Që edhe ata të mund të kërkojnë. Që edhe ata të mund të shpresojnë. Sepse kjo është ajo që na bën njerëz. Kjo është ajo që na bën të gjallë. Kjo është ajo që na jep kuptim. Historia e arit të zogut është më shumë se një histori përpara. Është një histori për pushtet. Për tradhti. Për besnikëri. Për sakrificë. Për mbijetesë. Është një histori që pasqyron historinë e Shqipërisë. Një vend i vogël që ka kaluar nëpër shumë. Një vend që ka vuajtur shumë. Por një vend që ka mbijetuar. Një vend që është ende këtu. Një vend që ka ende shpresë. Dhe ndoshta, ari i zogut është një simbol i kësaj shprese. Një simbol i asaj që kemi humbur. Por edhe një simbol i asaj që mund të gjejmë përsëri. Jo domosdoshmërisht arin fizik. Por diçka më të vlefshme. Dinjitetin ton. Identitetin ton. Të ardhmen ton. Këto janë gjërat që vërtet kanë vlerë. Këto janë gjërat që vërtet duhet t'i kërkojmë. Këto janë gjërat që vërtet duhet t'i gjejmë. Dhe kështu, historia e arit të zogut vazhdon. Ajo nuk ka përfunduar. Ajo nuk do të përfundoj kurrë. Sepse çdo brez do të ketë teorinë e vet, çdo brez do të ketë shpresën e vet, çdo brez do të ketë kërkimin e vet dhe kjo është e bukur. Kjo është ajo që e bën këtë histori të veçantë. Kjo është ajo që e bën këtë histori të pavdekshme. Pra, çfarë mendoni ju? Ku mendoni se është ari? A është në Moskë? A është në ndonjë bunker të fshehur? A është në duart e agjentëve sekret? Apo ndoshta është në një vend që askush nuk e ka menduar ende? Këto janë pyetje që vetëm ju mund t'i përgjigjeni. Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i bëjë. Dhe ndoshta, një ditë, dikush do të gjejë përgjigjen. Dikush do të zbulojë të vërtetën. Dikush do të gjejë arin. Por deri atëherë, misteri vazhdon. Kërkimi vazhdon. Shpresa vazhdon. Dhe historia vazhdon.